guxon të vi këtu në parlament të jap të mbaj përgjegjësi për të gjitha aktet katastrofale të qeverisjes tij. Fshihet prapa të më falin zonjat në kuptimin absolutisht jo të keq, prapa fustanit të grave. Njëherë rinë Pegi Belindës, tani i thot kësaj zonjës këtu, që do më përfaqësosh mua dhe betimi i saj se mua s'më shkruan njëri fjalimin, pa çka se po s'foli urtësia artificiale, dy fjali nuk i lidh bashkë. Ndaj dhe që të mos themi më shërshela fam, hiq dorë nga përfaqësimi antikushtetues, jo kushtetues i kreu të Meduzës. Rri, i thuaj që nuk më lejon kushtetuta, nuk mundem, kam ligj, morali shtetit është kushtetuta. Deri të 10 nuk thot se kur mungon kryeministri e zëvendëson Eriona. Jo, ndaj dhe hiqni dorë nga këto skema, silleni këtu, jeni mësuar të flas nga 4 orë të mos guxoni të nxirrni një fjalë nga goja. Zinxhirit këqijave që po i bërin këtij vendi nuk kanë fund. Merrni pak revoltën qytetare. Çfarë qëndron në bazë? Në bazë të saj qëndron pas gjithash mungesa absolute e transparencës. Zero transparencë. Në një aferë e cila siç e shihni është bërë botërore. Botërore. Si ka mundësi që asnjë deputet, asnjë qytetar i Vlorës apo i Shqipërisë nuk din absolutisht asgjë për këtë investim disa miliardësh. Por le të marrim pak nga ana qeveritare, shtetërore. Kur një qeveri pranon një projekt ide të një investitori të huaj, nuk mund t'jap kurrë leje zhvillimi pa qartësuar pronësinë në çdo metër katror. Dhe çfarë del tani qartësimi i pronësisë? Nga koskat mafioze, si Alket Hyseni, Pirin Ndreu, po, shkote, të mu ty, atë kujtohet kur dilë të thoshte ka ardë Gjoni nga Mirdita, digjo këtu, ka ardë Gjoni nga Mirdita, thoshte ne i ka marrë kaq hektar në Karaburun. Ja kush i ka ja cilë është Gjoni nga Mirdita, është Pirini nga Lezhë, është Agaçi nga Berati. Po, mos i të farë, ta themun ty, shko e gjaj, shko të Plumë Petriti pak, me rubete. Pra na edhe, ja, dalin këto, pse nuk i bëni, pse i fshini këto ju? Kur një qeveri vendos për të mbështetur një investim në një zonë të mbrojtur, qeveria shpall parimet mbi të cilat e bazon mbështetjen. Dhe ato parime janë të stipulosura në direktivën e Komisionit Evropian Natura 2000 dhe pastaj në direktiva që kanë ardhur në vite.
a din, a ka një zotim, a keni pa ju në një studim të mjedisit, në një studim strategjik të mjedisit, zero keni pa. S'ka transparent, zero. Keni pa ju një direktiv. Qa do nërtohet, atë sa katësh do jenë ato që nërtohet, me qëfar materiali do nërtohet, qëfar habitati do preket, si këj habitat do kompensohet, dhe a lejohet apo s'lejohet nga direktiva Natura 2000, se në qofë se lejohet, absolutisht do t'i vesh drynat Brukselit se nuk pranohesh, sepse pasuria natyrore e njërit vend është pasuria e Europës. Zonat e mbrojtura të një vendi janë për vendin, por për mbar Europën. Dhe ato ka një ligj shumë të fortë. Ku i keni këto ju? Asnjë, zero. Deklaroj se është bërë një konsult me profesor, me akademik, me ekspert. Dakord, nuk them që s'është bërë, mund t'jetë bërë. Po e dini ju që ka as profesorve, ka as akademikve, janë dhe ca tjera aty, që kanë akademinë e shekuj, janë ca banor aty, janë ca fshatarë, që i kanë mjell rëj për rëj ato ulli, që i kanë mjell rëj për rëj ato bache, që kanë djersën, kanë kockat e njerëzve të tyre. Pa di me qarë keni fol ju me tha, po turpi me mamur, ju keni fol me tela me gjemba. Ata u gdhi një ditë dhe panë vetën të rethur me tela me gjemba. Njerin për i tyre ndëgjova të këthoshte se unë i shkruajta një letër ish kryeminist Sali Berisha dhe më thej përgjigje. Se formularët e 7500 nishit mbi bazë dhe tyre nuk ka dhanë pronën, nuk ka dhanë tokën në pronësi. Kush e ka ndalu atë? Mafja! Si mund të ndalohet? Si nuk mund të jipet toka në pronësi ati i cili ligji a jep? Të gjitha këto pra i shumëzuhet me zero. Dhe në fund, skema, ju akuzoni se i keni shumë bashku, këta i ka fut greku, këta i ka fut rusi, këta e një të çmendur, apo jo se luft hibride, luft e til, luft e atil. Mafje dhe vetëm mafje jini. Një lloj si Beogradi. Po, ata ajo që ndodhë në Beograd, po ndodhë në Shqipëri. Që keshit ju? Pse kjo munges totale transparence? O zotëri, këtu janë këto probleme pronësie. Prit të zgjidh këto, pastaj. O zotëri, edhe o shqiptar, do t'investoj, po nuk do nërtoj ndërtes mi 1 kata, 2 kata, apo 3 kata. Sa është? O shqiptar, kjo do jetë zonë hotelera, po rezidenciale. Kjo do sjellë këto asë një gjë të tillë. Sikur e ka pronë të vetën ai, që po merë gjipen, po vjell gjipen 220.000 metër katror, një nga kanjonet më të bukura në botë. E nga mos revoltohen qytetarë, kanë 100% të drejtë. Mirë kuptojnë plotësin revolt e tyre. Po. Dhe ndaloni me njëherë kundra mitingjet, sepse do të keni gjithë pasojat. Ja ku e kam këtu, ceremoninë e ndarjes palaskave të krimit, eksponentët të krimit socialist në Vlorë. Këtu i kam. Këtu. E keni bërë atë. Mos gënjeni. Nuk po shkoni. Unë e di që, pse të themu ty, më falë një minutë. Që ti mrapa i fut thika ati, shkoni në China Club në Berlin, edhe çfarë u thonë muret aty. Po që këtu të kun, këtu del ti si me qeno, si
mbrojt si me i flakti ti, atë di mirun, u luzi, ta them unë ty, se thika që i futat, edhe ty ti ka futat të thika, në fakt. Po. Ju shkaktoni smundje të rënda kardiovaskulare, ju shkaktoni autizëm, ju shkaktoni depresion. Nuk ndodhë kjo. Ne jemi për respektimin absolutisht të orientimit të gjithë se cilit pata që ndjehet. Edhe nuk lëvizim nga kjo, po të stimulosh të është atakit të mërshëm identitet dhe u bëjë thirrje prindërve të denoncojnë me forcën më të madhe këto akte ndaj fëmijëve të tyre. Këto akte të një perversiteti absolut, të një dami dhe kërcënimi të madh të shtetit të fëmijëve. Hajde merri pak shifi, se çfarë sjell detronizimi pastaj, se çfarë pasojash psikologjike kur pendohen, sepse ju jepni hormonet e njëjtë seksit tjetër dhe krijoni problemet më të mëdha. Zoti Balla, keni fjalën? Të përgatitet zoti Noka. Ja kam dhënë fjalën zotit Balla, më pas. E kuptoj shumë mirë që i ka ngelur fiksimi tek festat e Partisë Socialiste, sepse ne i kemi aty të gjithë ata që e themeluan Partinë Socialiste, ata që janë ende gjallë dhe nderojmë me shumë respekt të gjithë ata të cilët e themeluan, por sot nuk jetojnë më. Fati keq i juaj është që zotria i ka përzënë të gjithë dhe nuk mundstoi asnjë prej themeluesve. I ka ngelur vetëm Tritani Shkret, të cilin e mban si relike, sepse edhe dikur Tritani e mbani mend shtoshte për Saliun, apo jo Tritan. Në thojza, faleminderit Bujar. Tani, e para, çfarë piruete ishte kjo fjalë tani? E pa imagjinueshme se si mund ta dredhi burri në një moshë kaq të përparuar, brenda 72 orëve të mbaj njeriu këtë ndryshim, qëndrimi, erdhi këtu dhe tha se mbështes protestën, ndërkohë që vetë doli dhe tha protestën e organizon Edi Rama. Para 72 orëve tha, këtë protestë e organizon Edi Rama sepse do të përzër investitorët. Fjalë për fjalë. Tani, o jeni trembur se ju erdhën protestuesët ke dera e partisë për cilën unë e dënoj. Kush është prapa atyre që sjellin protestues në selit e partive politike, ai nuk ja do të mirën protestës, të lutem, o ti djalët, unë kur fleti unë s'flas fare. Të lutem. E ke ujë keq të tësh. Po pra, e the atë, edhe ai qoftë që the ti, edhe ai qoftë që the ti, ai e ka shumë gabim. Ai e ka shumë gabim. Unë thash, kush sjell protestues në seli partisë e ka shumë gabim. Dhe razëstime ti vjen anash, po do të përgjigjem. Dhe kushdo që të shojë protestues, mbrëm të selia Partisë Demokratike, mbrëm të selia Partisë Socialiste, e ka shumë gabim. Sepse fjala bie në atë seli mund qëllojnë militant të partisë tjetër dhe kjo shkon në vllapërplasje. Gjë që nuk i intereson. E dëgjova këtu zotrin që iku, vjen këtu e lëshon edhe ikën, se
jo leje zhvillimi, jo është investim. Tani, ka një ligj për investime strategjike. Kush ka qenë arsye e ligjit për investime strategjike? Që investitorin ti garantoj që kur vjen në Shqipëri, blen një tokë, dhe në atë tokë do të investoj, është shteti garanti. Kush e mban historinë? Po të lutem tash. Po të lutem se ti i di më mirë se unë tash. Të lutem, i di më mirë se unë, këtë e di. Po e di për atë që ti e di më mirë se unë. Tani, të lutem. Erdhi Club Medi 20 e kusur vite më parë. E kam takuar djali i Giscard d'Estaing, e kam harruar emrin, po mbi emrin e mbaj më të mirë. E kam takuar para 20 vitesh. Dhe më tregoj një histori që mund ta ndaj me ju sot. Erdhëm thatë investojmë në Shqipëri. Negociuam me një palë pronar. Bëm marrëveshjen me ata pronar. Pas disa ditësh na erdhën një palë pronar tjetër. Bëm dhe një marrëveshje me ata pronar të tjerë. Dhe pas disa ditësh, pasi kishim 2 marrëveshje me 2 palë pronar, na erdhën dhe 4 palë pronar të tjerë. Historia e dini, investimi nuk u bë. Në rastin në fjalë, investitorët nga Katari kanë investuar deri më sot $225 milion pagesën dhe kanë blerë tokën. Me ligjin e investimeve strategjike, shteti është garanti që çfarëdo që të ndodhi dhe e nxis pagun bëj detyrën, e mbështes pagun bëj detyrën, t'i shkoj deri në fund kush e ka ndyrë veten dhe kush i ka ndyrë letrat e prona, por investitori që ka dhënë $225 milion ka garanci shtetin shqiptar. Kështu thot ligji investime strategjike. Kush ka 2 parement. Dhe këtu është gjithë historia. Ty, edhe se për gjithë këta vëllezërit e mi musliman që janë shqetësuar që vinë nga kanë ardhur nga Izraeli, unë nuk di që Katari dhe Izraeli janë 2 vende të njëjta, janë të ndryshme për shumë arsye edhe për shkak të besimit nëse doni. Janë 2 investitorë nga Katari që kanë paguar lekët. Se gjithë kjo makineri, e gjithë kjo algoritëm, TikToku, Meta, me të dyja Facebook e Instagram, më shkruan dhe një miku im ish kryeministri i Rumanisë sot, i kishin nxjerrë atje në Rumani një fotografi të lungomares të mbushur plot me njerëz, a thua se protesta bëhej atje dhe ai ka rezervuar pushimet në Vlorë. Dhe e dinte, kujtonte se gjithë ajo ishte në Vlorë. Ne e dim fare mirë, nuk ka, ju vazhdoni, po këtu nuk ka asnjë dyshim që këtu ka mund në kulm të sezonit turistik, duhet shpërndar imazhe që Shqipëria nuk ja vlen me bo pushime këtë vit se ka protesta. Është e qartë ajo, nuk ka asnjë dyshim. Megjithatë, më vjen shumë keq, po nuk e kam, unë personalisht nuk kam pas atë dyshim që ky që po foli para meje do e dridhte. Nga mbështetës i investimit, tani erdhi me qëndrim tjetër. S'është herë e parë. Nuk është herë e parë. Tani sa i përket kësaj marrëveshjes me Polonin. Është një marrëveshje shumë e rëndësishme, ja kemi borxh diasporës shqiptare, kudo që diaspora jeton. Jemi tek vendi 10 antar i Bashkimit Evropian. Dhe 2 vende tjera që janë proces, Greqia dhe Spanja. Dhe këtu përfitoj nga rasti edhe nga nderi i madh që më jep foltoria e Kuvendit të Shqipërisë. E dëgjova me vëmendje deklaratën e Ministrisë së Jashtme greke. Sa i përket detyrimeve që ka Shqipëria për respektimin e të drejtave të minoritetet, të drejtat pronës. Buron nga kriteret e Kopenhagenit, detyrimi që ka një vend që do të antarësohet në Bashkimin Evropian, që të respektojë minoritetet, plotësisht e drejtë, por nuk pranoj dot që të më thonë që Narta është tokë e një komuniteti pakicë kombëtare. Narta është tokë shqiptare, autoktone. Dhe unë e di fare mirë, biles dikur se aty ka pasi komunitet që fliste
një dialekt të gjuhës greke, por aq bukur i thoni nartëçe. Edhe si atë dialekt që nartëçe, pra i zonës. Por, siç kemi bashkëjetuar gjithë jemi lidhur, edhe unë kështu jemi lidhur me minoritetin grek, jemi martuar, jemi shtuar, por nuk mund të vish të thua që atje janë vetëm grek. Aty janë shqiptar dhe ka dhe pjesëtar një pakicë greke. Dhe me qenë se qeveria greke shqetësohet për këtë, dhe ne jemi të angazhuar të plotësojmë çdo të drejtë, çdo kërkesë, siç duam t'ia zbatojmë çdo shqiptari. Tani kam dhe unë një kërkesë për qeverinë greke. Po kemi 1 milion shqiptarë që kanë të paktën, që kanë punuar në Greqi për 35 vjet. Secili nga ne. Ca kanë punuar në të zezë, ca kanë punuar në të bardhë, në kuptimin e letrave, të atyre ikave të famshme që kanë qenë një të merë, shkonin shqiptarët, pagunin ika për 6 muaj, edhe pse punonin vetëm 3 muaj, se ndryshe s'merr vizën. Do e paguaje 6 muaj, pavarësisht se pjesë do mblidhe vetëm 3 muaj. Tani na qeverisë greke i kemi hapur ato negociata, në vitin 2022 filloi procesi, pati një ndërprerje për shkak të një rasti që u përdor politikisht. Tani kanë rifilluar negociatat, grupet e punës duhet rimblidhen dhe unë me zi pres nga Parlamenti grek, sikurse edhe nga Parlamenti i Shqipërisë, që të votojmë edhe marrëveshjen siç e kemi sot me Polonin për njojën e dyfisht të kontributeve shoqërore. Pra, shqiptarët që kanë punuar në Greqi për 35 vjet, qytetarët grek që kanë punuar në Shqipëri për pjesën tjetër, tu njihet kontributi shoqëror për efekt pensioni. Dhe besoj që ja ka Greqia kaq borxh mira, qindra mira qytetarëve shqiptarë që kanë punuar atje për vite me radhë, sepse siç e tha ish ministri i financave të Greqisë para pak ditësh, tha një gjë shumë bukur, tha. Greqia dha duhet ta di mirë dha se shqiptarët e shpëtuan ekonominë e Greqisë për këto 35 vjet. Faleminderit. Zoti Noka, keni fjalën të përgatitet zoti Braçe. Zoti Noka, të lutem se ka për replik. Pas zotit Noka do jeni dhe. Nuk kam në mend të përgjigjem atyre që thotë Taulanti, dhe realisht unë nuk e di ku ka qenë Taulanti në ato momente që në ngritën për përmbysur komunizmin. Këtë nuk e di, edhe as më duhet ta di, por kemi krenar që kemi qenë pikrish në ato ditë, në ato orë, në ato vijat para të luftës kundër komunizmit. Nga universiteti, nga spitali, nga do që kemi ardhë. Të janë vlerat. Dhe ato vlera neve luftuam, jo thjesht për lirinë, jo thjesht për pronën private, jo për tregun, po luftuam dhe për vlera thelbësore shoqërisë njerëzore, për familjen, për fëmijët. Luftuam pikërisht që mbi fëmijët mos realizohen të tilla terapi hormonale që në moshën 14 vjeçe dhe të pasaj të rutinizohen në moshën 16 vjeçe për devijimin e seksit.